në një rast vdekje thot natën që përfundon e pamja, a është haram me ardhë një femër pra fetare, hoxhenit që ka dije për fe, e ka shku hafëz edhe me tregu ders. Dersi është i mirëpritur gjithmonë, jo vetëm natën ekstra, natën që përfundon e pamja. Pra tash nëse ke për qëllim ti pse marrë bashkë qatë nata jo? Kur doje le të vjen, kur të ka mundësi le të vjen, le të përfitojnë njerëzit prej dijes saj. Pastaj, nëse përveç dersit bën ceremoni të caktuar, në emër të ibadetit, në emër të sevapit, në emër të fesë, lloj këndime të caktuara, na themi këtu do të munal. Do të munal vetëm aty ku është nal Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tjerat lejohet ders me majtë, s'po shoni diçka të keqe nëse vjen ajo dhe ju këshillon juve që keni frikë Allahun, ktheuni te namazit, gjithë kemi me vdek, ja u rikujton vdekjen, ju nxit për me bën vepra të mira, u atërheq vërejtjen nga veprat e këqija. Po. Domethënë, këto janë ato që duhet me pas parasysh, për ndryshe s'ka problem.